Sa është e vështirë si një grua, si një zonjë, ku të jesh lidere në sektorin e ndërtimit parafabrikuar? Unë në të kalumën, zakonisht, pothuajse se cilin sektor që kam punu, është identifiku si sektor ose industri ose fushe ku kanë dominu burrat. Nuk më kam pegu ky fakt, edhe patjetër që është e vështirë, sepse duhet ta dëshmosh dyfish ma shumë vetën një farforme kur je në mesin e le të themi e 20 burrave tjerë. Mirë se vini në podcastin e radhës, podcastin e 8 Këshillit Ndërtimit Gjelbër. Sot kemi një mësafire shumë speciale dhe kemi ftu për dy arsye. Një për me përfaqësu zërin e gruas së fuqishme, një zë i gruas e cila është një model ku shumë gratë Kosovës duhet ta marrin, edhe arsye e dytë është për të përfaqësuar një OJQ ose një organizat e cila me të vërtet po ka ndikim shumë të madh në zhvillimin e arkitekturës së qëndrueshme. Me neve sot është zonja Sytrime Dervisholli. Mirë se erdhe zonja Sytrime në podcastin e Këshillit Ndërtimit Gjelbër. Faleminderit shumë për ftesën, Farush, edhe shumë kënaqësi me të qenë pjesë e këtij podcasti. Kënaqësi edhe për neve me të pas këtu, me bo mohabet shlirë, pa dorza që thojnë, edhe jo rastisht prezentova kështu. E di që ka dhe shumë pika të forta tuat, po ne si Këshilli Ndërtimit Gjelbër, një pi objektive kemi edhe gjithë përfshirjen, edhe sidomos zonjat model që janë shoqërinë tonë, me qenë sa ma prezente në media, që impakti i tyre me qenë sa ma i madh në shoqërinë tonë, sidomos te gjenia femnore. Shumë faleminderit për vlerësimin. Është përgjithësi ta shëtutje që ka flasë. Jo, absolutisht unë e kom pa dhe paraqitit tua, po dhe njihemi, kemi diskutu bashkarisht, e di që keni një background mjaft pasëm, kështu që unë e di paka shumë backgroundin tam, po është mirë edhe për shikus ata që të kam pa disa, po jo të gjithë, nashta nuk e din Sytrimja një çka aktualisht është të bërë dhe çka deri tash rrugësimi i saj deri këtu si ka qenë. Nëse ki mundësi me pika të shkurta. Me shumë kënaqësi, mendoj me pjesën tjetër të audiencës. Unë kam punu gjatë, kam shërby në sektorin publik, respektivisht në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, ku kam pas mundësi me të qenë pjesë e proceseve të rëndësishme në për cilat ka kalu vendi unë, si marrëveshja e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian, pastaj marrëveshja e CEFTA-s, marrëveshja e tregtisë lirë me Turqinë, me Mbretërinë e Bashkuar në procesin e njohur tashmë të Brexitit, pra disa procese të rëndësishme që një farformi i ka shërby edhe zhvillimit të sektorit privat. Pra unë që nga viti 2008 jam vazhdimisht afër edhe familjare me nevojat e sektorit privat. Pas ministrisë, kalova në një projekt të Bankës Botërore, që prap kishte të bëj me fuqizimin edhe zhvillimin e sektorit privat, respektivisht me fuqizimin e kapaciteteve të eksportit të kompanive vendore. Pastaj prej aty te Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare për një periudhë, ku ka qenë një përvojë e vlefshme sepse nga bërja e politikave kalova në anën tjetër, për të pasë se si implementohen ato politika, se si bën nga sektori publik dhe si përjetojnë ose si kalojnë në për ato politika kompanit e Kosovës. Edhe pas udhës ekonomike Gjermano-Kosovare, kalova ku tani edhe jam aktualisht në klasterin e ndërtimeve të parafabrikuara, ku mbaj pozitën e drejtores ekzekutive. Është një klaster relativisht i ri, një shoqat relativisht i ri në Kosovë, po absolutisht jo si fush. Ndërtimet e parafabrikuara që ndoshta për hir të shikuesit mes sharrut çka është. Pikërisht çka është klaster në rend parë, le ta kuptojnë edhe ata që na përcjellin, edhe sidomos sa i përket ndërtimeve të parafabrikuara. Çka përmban kështu si paketë? Pse ne nuk kemi dashur me ja vënë emrin vetës shoqat në kuptimin klasik, po klaster, është sepse kemi si pikë synim ku tani edhe i kemi konkretizuar ato bashkëpunime me sektorin e edukimit, me Fakultetin e Ndërtimtarisë Universitetit të Prishtinës, Fakultetin e Arkitekturës të UP-s po ashtu dhe me Fakultetin e Shkencave, Universitetin e Shkencave të
aplikuara në Ferizaj. Pra, pse klaster është pikrisht një prej arsyeve kjo, që në fokus me pas bashkëpunimin me akademin, po edhe klaster në kuptimin e bërjes bashk ose mbledhjes së kompanive nga sektori i drurit, betonit, metalit, çelik, qimento. Do thot në gjitha këto kompani të këtyre sektorëve i kemi antar në klaster. Pra, ndërtimi i parafabrikuar është asisoj që gjithçka prodhohet në fabrik, vetëm dërgohet dhe montohet në pjesën, në destinacionin për ku është porosit, ku ka më ndërtu. Pra, çka dallon parafabrikati prej ndërtimit klasik ose tradicional, është që tradicionalja gjithçka ndërtohet edhe prodhohet, bëhet gati materiali në vendin ku ka me shku, ndërsa këtu, në vendin që e porosit, për shembull në Kosovë, gjithçka bëhen gati modulet, përgatiten pjesë, edhe pastaj vetëm ngarkohet me transport dhe dërgohet tek vendi edhe atje montohet. Pra, asgjë nuk prodhohet në vendin, në destinacionin final. Po e marr shembull nëse dojmë me dërgu një kërkesë në Zvicër, ose me një qytet tjetër të Kosovës, gjithçka prodhohet në Prishtinë, prej aty kompania ngarkon atë material edhe vetëm shkon e monton në letazëm në Pej ose Gjakov, vetëm për i marrë disa qytete. Pra, kjo është, pra nuk prodhohet gjithçka, le të themi në qytetin ku do të shkoj qoftë shtëpia, sepse zakonisht e kemi vrej që kur përmendet parafabrikate, mendohet që është vetëm shtëpi e drurit. Ne e dim për shembull që përpara ka qenë Morava Binqës, kemi objektet banesat e bardha në Prishtinë janë komplet konstruksionet parafabrikuara. Saksisht që. Me izolime, me konstruksione, me gjitha në përgjithësi, po natyrisht që edhe këto tash objektet me dru, që kryesisht tipi përfaqëson me dru, me metal, apo? Po, betoni gjithashtu, betoni parafabrikuar, që tani po veç është ka aplikohet në përgjithësi. Sa janë të qëndrueshme, sepse na me Këshillin e Ndërtimit Gjelbër i promovojmë ndërtimin e qëndrueshëm, ndërtimin i cili ka impakt minimal në ambient, por njëkohësisht edhe është i jetueshëm, i shëndetshëm për ata njerëz që e shfrytëzojnë atë objekt edhe shumë parime tjera të qëndrueshmërisë. Kështu që nëse sa janë të qëndrueshme, sa janë barabarta me standardet europiane këto objektet parafabrikuara në Kosovë që përprodhohen. Logjikisht me faktin që veç po eksportojnë vendet e BE-s, ato i plotësojnë disa kritere, po du me dëgju nga ona juaj këtë aspekt. Me vetë faktin mirë, thatë që me vetë faktin që eksportohen edhe sidomos në vendet gjermanofolse ku kriteret janë shumë strikte edhe janë shumë kritere më kërkuese se ndoshta vendet e tjera. Patjetër që janë të certifikuara, të standardizuara, edhe çka i kanë të mirat e tjera ndërtimi parafabrikuar, është se ndërtohet shpejt, ndërtohet lehtë, për dallim prej ndërtimit tradicional me beton, me tulla kryesisht, si jemi mësuar zakonisht me ndërtimin këtu në Kosovë, por gjithashtu kanë edhe një kost më të ulët të ndërtimit, gjithashtu janë më eficiente nga ana e energjisë, edhe krijojnë më pak mbetje. Pra një farforme ndërtimi parafabrikuar është shumë i ndërlidhur, kanë një ndërthurje me ekonominë qarkore. Edhe zakonisht kur përmendet ndërtimi parafabrikuar, pak të del edhe një fotografi aty, që është edhe ekonomi qarkore, sepse ato mbetje zakonisht që janë prej kompanive, përdoren për krijim ose për riciklim që prodhohen produktet e tjera pastaj. Kështu që një farforme kjo është e mira e parafabrikatit, që është shumë miqësore ndaj mjedisit, edhe shumë ma lehtë e përballueshme për xhepin e konsumatorit, po edhe kanë një stil të veçantë të jetesës, sepse unë gjithmonë e them, ndërtimi nuk është vetëm një objekt. Një objekt i ftoftë, vetëm po hyjmë brenda dhe po jetojmë. Do të ne zgjedhim një objekt sepse na bën të ndjehemi mirë. Ndërtimi është edhe emocion, përveç që është beton, në kuptimin e asaj klasikës, po është edhe që të krijon një rahati shpirtërore. Do thotë ne zgjedhim një objekt pse na pëlqen
edhe pse ndjejmë veten rehat, edhe pse është ekonomikisht e përballueshme. Kështu që kjo është në më tepër çka qysh ndërtimin e parafabrikuar ne mundohemi me plasu edhe te publiku, te konsumatori. Po më intereson këto kompanitë që janë brenda klasterit tuaj, so bashkëpunojnë mes veti. Unë aktualisht jam të punu me një projekt industri simbiozis, ku industri të ndryshme kanë mbetje të ndryshme. E ato mbetje mundin me qenë material të cilin mund me shfrytzu një industri tjetër. Por të tjetrën që mbetjet e industrisë tjetër mund me përdor tjetër, atë mund me bashkëpunu njëra me tjetrën. Mund një ekonomi qarkore. So këto kompanitë që janë brenda klasterit tuaj, so bashkëpunojnë, për shembull ajo e metalike me këto drurit me beton, a kanë ndonjë lidhje, a bashkëpunojnë, ose a keni në perspektivën e ardhshme me bë këtë simbiozën e industrisë simbiozis që është. Industrinë simbioze mes kompanive që janë brenda klasterit tuaj. Po. Pikërisht edhe pse është klaster, është thjesht klasterizimi në kuptimin bërja bashkë një grupi të ngjashëm. S'po them të njëjtë, po të ngjashëm që nuk mund të bëjmë pa njëra tjetrën. Edhe çka është e mira e ndërtimit të parafabrikuar është që vetë nuk mundesh asgjë me bë. Do thotë mundet një kompani me ndërtu një shtëpi të drunit, po sigurisht që do t'i duhet mobileria, do t'i duhet banjo, do t'i duhet balkoni, shkallët, gilinderat. Pra është një industri që nuk mund të bëj pa njëra tjetrën. Pra gjithsesi që i ndërthurur një farforme mes vete, po gjithashtu edhe për mbetjet, për shembull. Po, ka raste kur kanë bashkëpunu, edhe vazhdojnë bashkëpunime mes kompanive, çka do të ka mbetje që njëra kompani nuk mundet me i përpunu për shkak të kapaciteteve, e dërgon te kompania tjetër me vetmin qëllim që ajo mbetje mos të humbet, po të riciklohet, të krijohet një produkt i ri, ose ridizajnimin e një produkti tjetër që nuk mund ta bëj kompania përkatëse. Edhe është një bashkëpunim shumë i mirë që sigurisht ka ende mundësi tjera edhe më të mëdha për të bërë, po duke e marrë parasysh që jemi vetëm në vitin e tretë të funksionimit dhe jemi ende në identifikimin e aktorëve të tjerë që mund ta zgjerojmë ende këtë rrjet, po mund të them që për fillim është një fillim premtues brenda industrisë, por edhe brenda klasterit, sepse ka interesim edhe mund të them farush që kjo çështja e eksportit shumë na ka ndërgjegjësu në kuptimin që të edukon edhe të përgatit me rregullat e reja, e shes se çka është të dashur Evropa prej teje, klienti zvicran, gjerman, suedez, norvegjez, danez, do thotë e sheh një farforme ku qëndrojnë ata, edhe detyrimisht ti përgatitesh në atë nivel. Po, nëse do të qeni konkurrueshëm në tregun e jashtëm. Edhe kjo një farforme shumë na ka ndihmuar në këtë aspekt. Çysh është në përgjithësi gjendja e ndërtesave ose objekte ose kompanive në përgjithësi që punojnë me objektet parafabrikuar në përgjithësi, qoftë betonit, një përshkrim përgjithshëm gjendjes në Kosovë të këtyre kompanive. Po, tash kompania e parë do thotë që merret me metal të parafabrikuar, me çelik të parafabrikuar, ekziston që nga viti 2000 në Kosovë. Do thotë është njëra prej kompanive tona anëtare. Po sigurisht që ka ardhur me kalimin e viteve avancohen, përgatiten për tregje të reja, përgatiten me rregulla të reja. Duhet të cek ndoshta 3 shembuj këtu. Aktualisht në Parkun e biznesit në Drenas është duke u ndërtu një ndërtesë 4-katëshe vetëm nga druri, që në Kosovë nuk ka fare, po as në Ballkanin Perëndimor nuk ekziston një ndërtim i tillë. Ky ndërtim është duke u bërë te kompania Shehu, do thotë është duke ndërtu akademinë e kompanisë, po akademi që do të shërbej për komplet industrinë e drurit. Edhe kjo është e mira, do thotë e kësaj. Në anën tjetër kemi në Raovec, është kompani e cila po prodhon beton të parafabrikuar, edhe ky beton po dërgohet në Arabi Saudite, ka filluar bëhet ndërtimi i shtëpive me beton të parafabrikuar.
Pra është një kërkesë në treg, është një treg interesant, që ne kemi fillu me eksploru si klaster. Është një treg deri më tani i pa eksploruar prej neve si klaster, po edhe në përgjithësi prej kompanive, prej sektorit privat në Kosovë. Është interesant, do thot mentaliteti i bërit biznes atje është interesant, që edhe neve është duke na sfidu në kuptimin që po mësojmë gjëra të reja. Por gjithashtu kemi edhe në PEI ndërtim të fabrikave të reja që po i zgjerojnë kapacitetet e tyre, edhe këto ndërtesa janë duke u bërë me standardet më të fundit të ndërtimit të parafabrikuar. Kështu që mund të them që kjo industri është duke ecë mjaft mirë, po që një farë forme kemi nevojë për përkraje nga institucionet qeveritare në mënyrë që t'i jepet vendi i merituar aty ku duhet jetë ndërtimi parafabrikuar. Pikërisht. So kanë kapacitete edukative brenda këtyre kompanive? A kanë njerëz certifikum me certifikata ESG, me certifikata të ekonomisë qarkore, me taksonomi, ku vetë edhe na po ballafaqohemi me këto çështje me vendet e BE-s. A kanë kuadrat mjaftueshme këto kompani? Për shembull ne si Këshilli Ndërtimit Gjelbër, ju e dini që kemi marrëveshje me DGMB në akademi për t'i ngrit kapacitetet edukative të kompanive dhe shumë frek kemi mi shpall edhe këto, kemi mi organizu këto trajnime. A mendon që janë mjaftueshëm përgatitura kompanitë? Ne e vrim që sa më shumë që po rritemi, po depërtojmë në tregjet e jashtme, në tregjet e reja kryesisht, ballafaqohemi me kërkesat reja, edhe shpesh ballafaqohemi edhe me të panjohura, sepse ndërtimi parafabrikuar është një prej fushave të rralla, mund të them, në botë, i cili vazhdimisht duhet ta përditësosh veten me certifikata, me standarde dhe me njohuri. Pra është një fushë e cila kërkon që ti t'jesh vazhdimisht i përditësu me informacion të ri. Pra është një fushë që ka shumë kërkesa të reja që ndoshta brenda vitit të kërkohen certifikime të reja, standarde të reja. Kompanitë janë duke bërë investimet e tyre, janë në fazat e hershme për këto çka i përmendet për ESG, ekonomi qarkore. Tash ekonomia qarkore ne e dim ka ekziston me vite të tëra. Shumë më herët ka ekzistuar se kemi ditë si terminologji, ekonomi qarkore. Prej që ekziston njerëzimi ton popullor që aty kanë punu, i kanë bë produkte, qerpiçin, që kjo logjike e ekonomisë qarkore ka. Vetëm se kemi ditë emrin që kemi ekonomi qarkore. Kështu që në farë forme tash kompanitë duke i pa këto trende, edhe këto kërkesa, një farë forme kanë fillu të investojnë në kompanitë të tyre, disa prej tyre janë në fazat e hershme sigurisht, po që ajo çka është e mira është që po planifikohen edhe po investohet në këtë pjesë. Pra edhe kompanitë një farë forme e kanë kuptuar që investimi në staf është një investim i cili nuk është i quar dëm një farë forme, është që të kthehet. Investim në vetë kompaninë, investim në. Është kthim i vlefshëm që e ka ai investim që e bën tek njerëzit ose tek stafi brenda kompanisë. Cilat janë ato sfidat që pengojnë me hecë përpara këtë industri mas shumti në Kosovë? Me çka po ballafaqohen, me cilat probleme po ballafaqohen, me cilat sfida po atakojnë zhvillimin e më të madh të industrisë së parafabrikuar? A i keni identifikuar çdo probleme që pistopojnë, pengojnë se me nal kretë s'mujnë me nal? Po, absolutisht. Unë them gjithherë sa herë drisa ekziston njerëzimi, ekziston tregtia. Në momentin që s'ka njerëzim, s'ka tregti, duhet munohen gjithçka. Po, ne kemi identifikuar disa prej sfidave, i kisha nda dy rrafshe. E para është në kuptimin e ndërgjegjësimit publikut. Në Kosovë ende e kemi atë mendimin ose përshtypjen që ndërtimi nga druri kryesisht është ndërtim shumë i lirë, është ndërtim që nuk ja vlen të bëhet, jo i qëndrueshëm. Po, është më i dopt në kuptimin e forcës të kanë stabilitetin. Nuk ka besim ende të druri, të ndërtimi nga druri. Do thotë ende një qytetari Kosovës nuk e sheh një shtëpi nga druri ta bëjnë kuptimin e banimit të përhershëm. Jo vetëm stilin e vikendisës ose villës, të kaloj një vikend atje, po ta mendoj jetesën, le të themi nga hëna drejt të dielën. Kështu që ende me këtë e kemi sfidë
që ta bindim publikun, ashtu siç beson një Zvicran, një Gjerman, një Suedes, siç beson të shtëpia e drurit që prodhohet në Kosovë, do thotë njëjtën ta kemi edhe këtu. E dyta është përkraja nga shteti në kuptimin e incentivave ose stimujve qoftë financiar, qoftë me grante, por edhe legislacioni. Do thotë të parashihet me legislacion një farforme të përkrahet ndërtimi i qëndrueshëm, të përkrahet ndërtimi i gjelbër, të stimulohet ky lloj ndërtimi. Do thotë të zhvendosemi ngadalë nga betoni klasik, sepse ne ndërtojmë edhe me beton, po ndërtojmë me beton të parafabrikuar. Do të me beton që mund të përdoret disa herë dhe mund të montohet, shmontohet varësisht nga kërkesa e klientit. Kështu që një farforme edhe shtetit përdor mekanizmat e tij që ta ndërgjegjësoj popullatën, po edhe ta ndërgjegjësoj sektorin privat. Edhe impaktin në ambient ose ndryshimet klimatike, gjithsesi kur e dim që dikon 40% e emitimeve ose e consumit të energjisë, në fakt është nga objektet, nga ndërtesat. Sa më shumë që ndërtojmë objektet shëndosha, objektet qëndrueshme, edhe konsumi i energjisë bjen realisht, automatikisht edhe ndotja e ambientit zvoglohet. Kështu që edhe shteti ka obligim që me sa më shumë incentiva tek kompanit edhe te ata që ndërtojnë, ose edhe te ata që vendosin panele solare, ose përgjithësi me dhënë sa më shumë, masat e eficiencës për shembull. Të stimulohet qytetari, biznesi, në mënyrë që me reduktu, nevojën për energji, dhe automatikisht e reduktojmë edhe ndotjen e ambientit. Pajtohem. Edhe në këtë rast edhe sektori financiar mund ta luajë rolin e vet. Bankat, gjithsesi, të lëshojnë kredi, gjelbra, të lëshojnë me norma më t'ulta kur e vren që një kompani po aplikon ta bëjë një ndërtim të qëndrueshëm, të trajtohet më ndryshe prej atyre që bëjnë ndërtime klasike. Do thotë pak një farforme të bëhet ky dallimi, sepse ne fatkeqësisht edhe në ligjin e ndërtimit nuk kemi diçka të rregulluar për parafabrikat. Pra parafabrikat dhe ndërtimi klasik pothuajse janë të njëjta. A keni këshirë, më falë, sytërime, a jeni në diskutim me odën e arkitektëve lidhur me, se tash është tu hartu ligji i ndërtimit, a keni dhënë inputet e juve? Një farforme jam në kontakt me odën e arkitektëve, por gjithashtu kemi synim që të takojmë edhe ministrin e re të Ministrisë së Mjedisit, që ta njoftojmë paraprakisht me atë çka bëjmë si klaster edhe cilat janë synimet tona në këtë drejtim, që një farforme mënyrë ligjore mu rregulluar gjitha këto që një kod veçantë ose një udhëzim administrativ, diçka që po mujna me marrë analogjit veneve tjera të zhvillume, ligjet që i kanë rregullu, nuk kemi edhe shumë vështirë, por ideja është vetëm këto mu implementu, se shumë është me rëndësi të arkitektura, të projekti, na mujna me marrë ligjet, po du të mi adaptu krahas zonës klimatike në cilën ne jetojmë. Sakt. Sepse një projekt në Kosovë, edhe një projekt në Bregdet do të me dallu me ato shtresat e izolimeve tjera. Nuk janë kriteret e njëjta ndërtimit. Nuk janë kriteret klimatike edhe ndërtimit, kështu që na mi përshtat për zonën klimatike në cilën jemi. Një pyetje po më intereson për mua shumë e rëndësi. Landa e parë e këtyre shtëpive të parafabrikuar, ose këtyre objekteve parafabrikuara. Kryesisht jam i fokusuar te druri, po më intereson. Ku e marrin kompanit landën e parë për ndërtimin e këtyre objekteve? Landën e parë, kryesisht kompanitë e marrin nga Austria, do thotë Austria është numër 1, po gjithashtu ka edhe nga Bullgaria që e marrim, po Austria është furnizuesi më i madh i landës së parë. Ne nuk mund ta marrim Kosovë fatkeqësisht, sepse nuk janë certifikuar, do thotë lloji i drurit në Kosovë i cili është për këtë lloj ndërtimi, nuk është i certifikuar ndërkombëtarisht dhe ajo na penalizon. Për këtë arsye edhe një farforme kemi gjetë tregje detyrimisht, tregje të tjera ku duhet të furnizohemi, po Austria është furnizuesi jon kryesor i landës së parë të drurit. Arritët gjurma e karbonit me vetë faktin që nuk kemi në vendin tonë dru të mjaftueshëm, ose dru të licencuar, ose pyjet të menaxhuara mirëfilli për të ndërtuar objektet parafabrikuara të drurit. Me vetë faktin që ne importojmë drurin nga një distancë shumë e largët, gjurma e karbonit ose rruga deri sot vjen, ajo energjia e cila harxhohet automatikisht e krijon
një ndotje ambientale e cila do të hin kalkulim në themi life cycle, një gjatësinë e vetë ndërtesës. Domthon, a duhet përveç që thatë në ligjin e ndërtimit, më fut kjo, dikun ligjet, edhe menaxhimi mirëfillt i pyjeve, edhe kultivimi i drunjve për ndërtimin e objekteve parafabrikuar. Unë mendoj edhe kjo kishte me qenë një temë shumë e rëndësishme kur të ballafaqohemi edhe me institucionet tona për mi tregu, sepse kanë gjërat duhet me fillu edhe nga poshtë për me ndërgjegjësu aspektin ose qeverisë bërësit, për shembull. Po, absolutisht. Po, në një farë forme patjetër që rritet gjurma e karbonit e shkakton këtë pjesën e vet, fatkeqësisht, për shkak të kësaj mungesës, le të themi, punëve tona të brendshme, të cilat duhet me përfundu institucion, por së bashku me sektorin privat. Sigurisht ky komunikimi është shumë i nevojshëm, komunikimi aktiv edhe i vazhdueshëm. Edhe po, është edhe kjo kishte me qenë temë interesante për me u diskutu, që besoj do duhet jetë në planet e Ministrisë së Mjedisit, por gjithashtu gjithmonë e marr sektorin privat që duhet jetë iniciatori shumë gjërave, pa i prit politikë bërësit, në kuptimin që shumë më mirë ne e dim nga tereni se cilat janë nevojat e sektorit privat, ose ne shpesh e përdorim një fjali thon pikat e dhimbjes ku i kemi, ne e dim më së miri, kompanitë i dinë më së miri në farforme çka përjetojnë në bazë aditore, edhe me njoftu politikë bërësit në mënyrë të drejtë, se cilat do duhet ishin intervenimet që do të bëshin, po, edhe kjo është një temë për cilën do të duhet mu trajtu, edhe një farforme edhe ligjërisht, jo vetëm diskutime se për shembull te na mesudave. Pyet konsiderohen parqe nacionale e i qesin kufit mos e prek. Domthon, as nuk menaxhohen mirëfilli, as nuk trajtohen, as nuk ripyllëzohen, mos e prek. Domthon, ato dojnë një trajtim specifik, veçantë. Nëse s'mund shteti do të në bashkëpunim me kompanitë private, me gjithë një rrugë, një mënyrë që ato mi pastru, mi ripyllëzu edhe mi menaxhu ato cilat do të mu prej, mu fut në përdorim ndërtime tjera. Është temë shumë e gjanë kjo, po besoj që e lyp një vëmendje institucionale. Po, se nuk diskutohet shpesh kjo çështje. Po, e vërtet. Rreth qëndrueshmërisë, po më intereson si lidhet ndërtimi, e diskutum pak, po me përshkru pak ma detajisht, ndërtimi parafabrikuar me konceptin e ekonomisë qarkore. Qysh lidhet, paka shumë një qoftë për arkitekt, për student, për gjithë ata që dojnë me ditë. Qysh lidhet që ke pjesa e ekonomisë qarkore me ndërtimet e parafabrikuara. E përshkrujte pak më herët, po... Po, e thash më herët punën e riciklimit, qysh edhe kompanitë bashkëpunojnë me zveti në kuptimin e mbetjeve kur i krijojnë, që ndërtimi dihet që është një prej sektorëve më ndotës në kuptimin pak më gjerësisht, po që te ndërtimi parafabrikum gjithmonë mbetjet janë në sasi më të vogël se sa ndërtimi ndoshta klasik që jemi mësuar po me beton edhe me tulla kryesisht. Kështu që po e marr për shembull ndërtimin e një shtëpie nga druri, kur ndërtohet prej kompanive të caktuara në Kosovë, pa përmendur emra. Dhe gjithë ato mbetje do thotë që bëhen, le të themi nga drurit që mbesin, kryesisht përdoren për shembull për krijimin e peletit. Edhe përdorin kompanitë për pelet. Pra, në farë forme asgjë nuk quhet dëm nga mbetjet, po. Po çka tash mungon në Kosovë që e ndërlikon pak këtë ndërthurjen e qëndrueshmërisë me ekonomi qarkore, tash gjitha këto janë iniciativa, le të themi, individuale. Pra, asgjë nuk ka strukturë ose një farë reforme strukturore me pas. Pra, ne ende vujmë si Kosovë prej mungesës së asaj linjës së organizuar, mirëfilli, se si bëhet riciklimi, ose të kemi adresë ku dërgohen ato materiale, cilat riciklohen. Pra, të ketë një farë lloj sistemi të ndërtuar. Pra, ne çka bëjmë është komplet në baza individuale, edhe si kompanitë organizohen brenda atyre, një farë forme ti menaxhojnë mbetjet, çka mbesin prej materialeve.
Pra, edhe kjo ndërthurja e qëndrueshmërisë dhe ekonomisë qarkure nuk është veç riciklim, te ndërtimi parafabrikum, shpesh del me qenë edhe redizajnim, do thotë tipet një formë tjetër, ose të bëhet komplet një produkt tjetër, pra prej mbetjes së drurit të bëhet peleti, pra përdoret për një farë qëllimi tjetër, pra është një farë forme gjithmonë që mos me përdor veç riciklim, po edhe me avnu emrin edhe redizajnim, pra një produkt pak më ndryshe po bëhet. E kemi edhe pjesën e betonit, për shembull, betoni i parafabrikuar, kompania e cila është në Rahovec, edhe ajo tash së voni duke e pa edhe kërkesën në tregun ndërkombëtar, po ai e ka eksploruar, pronari i kompanisë ka eksploruar edhe tregun, do thotë nga Arabia, lindja e mesme, dhe ka vërejtë që aty mund të deportoj me këtë lloj materiali. Edhe aty do thotë është një proces interesant, se si përgatitet materiali, betoni parafabrikuar. A ki një uri se si bëhet kjo pika të shkurta pak? Jo, unë nuk e kam një urin, do thotë profesionale, se si... Ajo receta, po më intereson qyshe. Jo, veç mund me pyet pronarin e kompanisë. S'ka lidhje, s'ka. Çka duhemi na me ndryshu prej formës së ndërtimit linear për me bë ndërtim qarkor, ku është synimi krejt vendeve të BE-s në përgjithësi, edhe po promovohet, po investohet në këtë sistemin e ndërtimit qarkor. Çka duhemi me bë na si Kosovë? E për mene pak a shumë që thoja, sado që mundohemi na vetë-vetiu, kompanit, me vetë organizim, dhe më thonë prapë adresa për shkon edhe te shteti, te qeveria, te politik bërësit, të cilët duhet me trasu një rrugë, ose mi kriju disa korniza, mi adresu gjitha këto çështje. Po, në këtë rast, roli i institucioneve shtetërore është shumë i rëndësishëm. Thotë, për atë edhe ekziston mekanizmi që me ndërhyj shteti, edhe një farë forme me jep në drejtim tjetër ndërtimet, po i thash edhe më herët që shteti duhet të intervenoj me incentivat ndryshme. Edhe incentivat fiskale janë shumë të nevojshme. Për shembull, nuk mund të tatuohet njëjtë ndoshta betoni klasik me betoni parafabrikuar, ose nuk mund të trajtohet njëjtë tulla me drurin, pra një farë forme shteti të filloj ndërgjegjësime nga lartë, edhe të vazhdoj poshtë në këtë rast. Po çka mundet më bëu prej poshtë lart është në kuptimin e sektorit privat, me qenë shumë aktiv, i zëshëm, në me i bu të ditur kërkesat, cilat i kanë, te sektori publik, sepse nganjëherë edhe sektori publik nuk është në ndjeni të rëndësisë, po edhe të nevojave të sektorit. Unë vetë kam qenë shërbyese civile, edhe ndonjëherë kur je izoluar në ato 4 mure të ministrisë, shpeshherë nuk e din realitetin jashtë, po ardh me bisedu ose me shku, me vizitu në teren, edhe aty bindesh pastaj sa është nevoja e intervenimit me një mjet të caktuar ligjor. Edhe incentiva fiskale, do të Ministria e Mjedisit duhet jetë më aktive në kuptimin e tjetë më inovative, më kreative në bërjen e një paku fiskale të re, do thotë mos mbesim prej 2016 kur është pakoja e fundit e cila ka qenë paku fiskale, pra të fillohet të mendohet për këtë pjesë, sepse Bashkimi Evropian ka filluar që disa vite. Ne jemi mrapa, mos them shumë mrapa, me përkrajen nga shteti të sektorit privat këtë drejtim. Pastaj te pjesa e granteve, të mos vlerësohet me pikë njëjtë, ose më mirë të them të jepet një vlerësim pak më ndryshe te kompanitë cilat ofrojnë ide të qëndrueshme, cilat ofrojnë ide inovative, ide në kuptimin e kursimit ose të jemi më miqësor me ambientin, ose nëse jo japim shembuj të mirë të ekonomisë qarkore. Unë një farë formë mund ta marr me pozitivitet atë çka e tha Ministri i Tregtisë një ditë, një paraqitje të saj televizive, tha që do të jap rëndësi ekonomisë qarkore, do thotë ideve që do të shkojnë në Ministrinë e Tregtisë kur të aplikojnë për grante të cilat përmbajnë ekonomisë qarkore. Pra një farë forme kështu ndrohet ngadalë, kështu transformohemi. Unë nuk pres sigurisht transformim të shpejt, edhe transformim me njëherë radikal, sepse edhe ndryshimet e shpejta nuk do të pranoheshin shumë shpejt nga sektori privat, po të fillohet ngadalë. Të fillohet ngadalë dhe vetë konsumatori e ndryshon qasjen. Vullnet, politikë bërësit është shumë e rëndësishme me pas vullnet. Mi hap dyrt, me pas durim, mi dëgju
organizatat të cilat me të vërtet po ballafaqohen ose organizatat si Jotja, si Këshilli i Ndërtimit Gjelbër. Na jena në kontakt përditshëm me kompanit edhe ne i dimi shumë konkretisht problemet e tyne, nevojat e tyne, cilat janë ato barierat ligjore, cilat mujnë me hapë rrugë për me hecë përpara dhe kompanit. Cilat projekte këtu, cilat janë njëkohësisht edhe kanë bëjnë edhe me nënshkrimin e agjendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, që njëkohësisht i ndihmojnë edhe vetë shtetit me arrit ato objektiva. Mendoj që nevojitet edhe një ndërgjegjësim më i lartë edhe prej udhëhecëve institucional për mi shty këto procese. Na po bojmë të poshtit, po mundohemi me evente, me vetëdijësime, me komunikime të ndryshme, po mendoj që vyni një vetëdijësim më i madh, një përqendrim më i madh, një bashkëpunim më i madh i institucioneve me organizatat jo qeveritare. E di angazhimi tanë, e di edhe joni është i jashtëzakonshëm, po në qoftë se kishme qenë një bashkëpunim më i hapur me institucionet, fatkeqësisht edhe s'ka pas institucionet qëndrueshme gati që 2 vjet. Po sikur të ishin ma qëndrueshme, një bashkëpunim kishte me sjellë rezultate shumë të mira. Po, përtojmë shumë, komunikimi gjithmonë i zgjidh problemet. Unë gjithmonë them që aty ku flitet, ku diskutohet për një diçka, nuk është e mundur mos me gjetë një zgjidhje. Do thotë është vetëm duhet na jepet mundësia që një farë forme të ulemi, gjithë aktorët në një tavolinë edhe të diskutojmë gjëra të hapur, me vetëm qëllim që të gjejmë zgjidhje. Do thotë pa kritika në kuptimin që vetëm të kritikohet, por pa ofruar zgjidhje, sepse nuk interesi i sektorit privat nuk është ai, edhe sektori privat është një sektor dinamik që kërkon zgjidhje të shpejta. Shpesh herë është përpara sektorit, absolutisht, po përpara sektorit publik. Me ide, me inovacione. Po edhe ashtu do duhet të ishte, domethënë një sektor privat i shëndosh gjithmonë do duhet të ishte një përpara sektorit publik. Sepse unë gjithmonë e them, administrata vetë ka natyrën e tillë burokratike, nuk është vetëm në Kosovë. Do thotë ekziston gjithkohë në botë. Po pastaj sektori privat është ai promotori që nuk e lën me pushu shumë sektorin publik, edhe një farë forme vazhdimisht i ofron e ushqen me informacion të ri. Edhe tjetra çka them është që informimi është shumë rol kyç në këtë aspekt. Edhe duhet me fillu prej kupshteve. Do thotë aty bëhet efekti, aty kemi me vret efektin më të madh. Te fëmijët, çu duhet mu trajtu plastika, çu trajtohen produktet e tjera. Do thotë fëmiu më mësu një farë forme me kriju dhe produkt vetë, me jep mundësinë, diçka me Lego, me bo produkte të reja, që fëmiu edhe vetë me ndi vetën që është i vlefshëm në atë ambient ku është duke vepru. Pra me pas që ka ndikim ai fëmijë. Se ne mund të fillojmë edhe ndoshta me gjenerata më të rritura, me njerëz më të rritur, po efekti sigurisht do të ishte pak më i ngadalshëm. Po kur fillon që nga fëmijë, unë e shoh suksesin aty. Prandaj edhe këtu një aspekt, një rol shumë të veçantë ka Ministria e Arsimit, që të filloj ta mendojnë këtë aspekt në futjen e kurikulave, në kupshte, në shkolla fillore, sepse aty fëmiu në një farë forme fillon me e dash natyrën. Thotë ne kemi edhe një sfidë se si me i shtit gjeneratën e re me qenë ma mitësore me natyrën, me dash natyrën, me pa vetën që janë pjesë të këtij ekosistemi, janë pjesë natyrës. Jo telefona, jo të rrjetet sociale. Absolutisht po, do thotë nuk jemi na të shkyqën na jemi pjesë e kësaj. E njëjta sytërime mendoj që edhe me kurrikulat e fakulteteve, sidomos këto që na po flasim për sektorin e ndërtimit përgjithësi, fakulteti i inxhinierisë, fakulteti i arkitekturës. Do të më transformua dhe ato tash, mendoj sepse shumë sene na tash i kemi të gatshme studentat i gjojnë me një pyetje me inteligjencë artificiale, e gjojnë përgjigjen. Tash është shumë vështirë mishti studentat e ri me himi bo ato kalkulimet, s'disa faqe për me artit një rezultat. Atë kur atë rezultat e gjonë shumë shpejt përmes një kërkimi. Domthon edhe universitetet bilena me profesor Florin Grajqesin, kena diskutu dje, edhe ai gjithmonë është për inovacion, edhe ai po diskuton që kurrikulat e reja me qenë më atraktive për studentë e ri. Dhe duke përfshi edhe qyshtat prej qellëve, shkolla fillore, akademia, duhet me ndryshu, duhet me hecë me botën, duhet me hecë sepse teknologjia në mënyrë
shumë të shpejt po ecë përpara, kështu që edhe ne duhet t'i përgjigjemi sadokudo ose të adaptohemi me teknologjitë e reja, se për ndryshe nuk bën. Po, roli i akademisë, unë them gjithmonë ky tregon që qeveri, sektor privat akademi është i pashmangshëm. Ne nuk mund të flasim vetëm sektorin privat me sektorin publik duke anashkalu akademinë, sepse aty përgatitet fuqia punëtore. Edhe kjo është pikërisht se klasteri prefab i ka nënshkruar 3 marrëveshje mirëkuptimi, bashkëpunimi me këto 3 universitete, me të vetmin qëllim që t'i bëhet me dije institucionit që ne do të kemi nevojë për atë gjenerat të studentëve që nesër do të jenë të punësuarit e kompanisë X. Pikërisht. Sepse nëse ata nuk përgatiten, ne patjetër që kemi me qenë detyruar me marrë qoftë nga India, qoftë nga Bangladeshi, Pakistani, etj, ku këta inxhinierat janë më të sofistikuar, kisha thënë në këto vende. Kështu që nëse njerëzit tonë nuk përgatiten, do të jetë e kohë ndoshta edhe investimit që e bëjnë kompanitë tona, sepse do të jemi detyruar me marrë fuqi punëtore nga jashtë. Për shkak të, le të themi, neglizhencës me ndryshu kurrikulat me kërkesat e tregut të punës. Do thotë ne ja bëjmë dije fakultetit që për këtë person teknik kemi me pas nevojë, edhe na duhen për shembull 20 persona për këtë vit. 30, 50, do thotë me i përgatit thjesht ata persona, edhe nëse nuk kemi një feedback pozitiv të shpejt prej atij fakulteti, atëherë ne kompanitë një farformeve që do të bëjmë plane se nga do t'i marrin inxhinierat edhe punëtorët e profileve të tjera. Interesant. Sytrime, sa është e vështirë si një grua, si një zonjë, ku të jesh lidere në sektorin e ndërtimit parafabrikuar, kur e din tradicionalisht gjithmonë burrat kanë dhënë sidomos fushën e ndërtimit, kurse ti tani je një lidere shumë e fuqishme, ku pi përfaqëson vërtet denjësisht. Sa është e vështirë me qenë një grua në këtë sektor? Mi u prind shumë kompanive që udhëheqën nga burrat. Unë në të kalumën, zakonisht, po thuaj se cilin sektor që kam punu, është identifiku si sektor ose industri ose fushe ku kanë dominu burrat. Po, me ju tregu drejt, asnjëherë nuk më kam pegu ky fakt, edhe patjetër që është e vështirë, sepse duhet ta dëshmosh dyfish ma shumë vetën një farforme kur je në mesin e, le të themi, e 20 burrave tjerë, edhe ka pas shumë raste kur kam qenë vetmja grua në tavolinë për diskutim, qoftë për ndërtim, qoftë për tregti ndërkombëtare ose për aspekte tjera transport, për shembull, që është një temë po ashtu e rëndësishme. Po ajo çka më karakterizon si person është që unë gjithmonë them personi kur nuk është gati, sepse nëse ne presim të jemi gati për një diçka, një farforme kur nuk je, edhe të hup mundësia. Kështu që në gjithë them, hidhun loj edhe luj sipas rregullave të lojës, edhe ti aty një farforme edhe pjekësh si person, si individ, si profesioniste, po gjithmonë duhet një farforme me shfrytzu mundësinë, me shfrytzu rastin, carpe diem, do thotë ajo thënia e artë, e cila duhet më mbajt mend prej çdo personi pavarësisht gjinisë. Kështu që një farforme është kjo që unë nuk e kam prit kur jam e përgatitur, se e kam pa që sapo ju kam fut procesit, i farforme ne kam pa që kam mësu shumë. Prej nga ky vetbesim? Ka erë të vetbesimi i sytrimës, është mirë me shpjegu pak a shumë se edhe tjerë le ta shohin dikur që ngurron, heziton, ka mungesë vetbesimit. Unë mendoj që puna e vetbesimit edhe me qenë bindës para të tjerëve është shumë punë e madhe. Mos me qenë ti bindëse me ato që ke ofru para shumë atyre njerëzve, nuk kishe arrit me qenë në këtë pozicion që prej nga leximi, nga ajo vendosmëria jote për mi mri objektivat, me siguri një numri madh faktorëve ka bo me qenë ti si e tillë, si e sot. Kisha listu disa faktorë, po faktori më i rëndësishëm është familja, që unë e shfrytëzoj edhe këtë podcast, mi falenderu se s'kam pas rast, kështu nuk jam ndaj tip ndonjëherë që i falenderoj familjes përmes ekranit,
po është definitivisht familja, aty ne formsohemi, unë them gjithmonë ne ofrojmë botës ajo çka na është ofruar neve. Edhe nuk mund t'jetë ndryshe. Kështu që një farforme bazamentin e marrim nga familja. Edhe prind kanë luajtur një rol kyç në këtë drejtim, që i falenderojmë të dy prindve të mi. E dyta janë udhëtimet. Udhëtimi e transformon personin. Më ka transformuar dhe mu për mirë, do thotë unë kam nxjerrë më të mirën për secilit udhëtim, edhe definitivisht reflektimi më i mirë që personi mundet mi bo vetës është përmes një udhëtime. Sidomos udhëtimet solo dhe vetme janë shumë të mira, kështu që i rekomandoj. E treta është leximi. Leximi komplet shtin me një botë tjetër. Edhe shtin me pa shumë personazhe, edhe fillon edhe vetë me vendos vetën në pozicione atyne personazheve, se si ata e kanë pa një problem prej perspektivës tyne, edhe fillon një farforme me marrë silën atyne personave se si e kanë trajtu një problem. Edhe e katërta është intuita. Unë i besoj shumë intuitës time, nëse këta ndërkombëtar po i thojnë gut feeling, me përkthy gati bjen një farforme kjo ndjenja e zorrve, edhe tash më ja tregu për shembull dikujt një fakt që unë e kam lexuar që 97% e krejt gjendjes tonë emocionale dhe vendimeve tona vjen prej zorrve. Momentit që të fillon na bëj diçka këtu më na lëviz, do të thonë duhet me di që e lexon atë shenjë që po të vjen. Kështu që unë i besoj shumë intuitës time, edhe kam pas shumë momente gjatë jetës time profesionale, ku momentin kur ka fillu mi gullu truni prej mendimit të tepërt, se si m'ja bo një çështje, në fund ka qenë intuita, cilës unë i kam besu, edhe nuk m'ka tradhtu asnjëherë, edhe gjitha këto vendimet që i kam marrë, sigurisht që nuk kanë qenë të lehta, kanë kriju shumë pasiguri dhe të panjohura për mu, po i kam besu që është vendimi më i mirë që unë po e marr, edhe si kam rapi shmon asnjëherë për një diçka, deri në këtë moment që po flasim. Çfarë këshilla kishim ju dhënë vajzave treja, ato të cilat për shembull dojnë me hinë këtë sektor, me punu në sektorin e ndërtimit, qoftë, zdo më thonë, me ndërtu me kop që kanin, po më fut në këtë sektor, po hezitojnë ato, nuk e kanë guximin. I pëlqen, sidomos interieri vajzave, shumë i pëlqen, ose me qenë pjesë e menaxhimit, e organizimit, e shumë fushave tjera. Çfarë këshilla kishim ju dhënë për mi? Po, për mi nxit. Nxit me hinë këtë sektor, pse jo? Po, është e mira që ka një numër mjaft madh kompanive, sidomos arkitektur, po edhe interier, që tani më po udhhiqen dhe pe grave, do të ka fillu me ndryshu mendësia dhe është një shenjë e mirë dhe premtuese. Edhe çka ju kisha dhënë si këshill vajzave të reja është që kur mos pritni që keni me qenë 100% sigurta. Edhe nuk jemi. Kjo 100% ekziston vetëm këtë mendjen tonë që i krijojmë vetes limite të parësyshme. Kështu që gjithmonë është një ekonomist shumë i njohur, një farformë është afarist, Richard Branson, edhe ai thotë që edhe nëse nuk e dini një punë, gjithmonë thoni po. Tani kur të jeni me marrë atë punë, dini ç'është me bo. Kështu që kur mos refuzoni punë, sepse nuk ka asgjë që nuk mësohet. Në momentin që ki vullnet, dëshirë edhe pasion për me bëni diçka mirë, me bëu ndryshe, gjindën rrugë. Gjithmonë gjindën rrugë. Do thotë edhe Zoti ndihmon këtë aspekt kur e shet që sinqerisht e ke për me bëu diçka të mirë, edhe një farforme mos më u brengos çka flitet për to, fjalët kur nuk dalen. Nëse bën mirë diçka, të thojnë gjithmonë, po ke mujt me bëu edhe më mirë. Nëse e bën keq, thojnë po kemi prit për te pak më ndryshe, më mirë. Kështu që një farforme gjithmonë je e gjykuar prej shoqënisë. Edhe është mirë që gjithmonë me ndjek objektivin. Është mirë shumë me pas qëllim. Unë jo çdo herë kam pas objektiva të qarta, po kur kom hyrë në rrugë, gjatë rrugtimit, vjen tu sikur ai uji i lumit që vjen tu pastru. Fillon mu hek mjegulla kur e ki destinacioni farforme të qartë ku do me shku. Kështu që thjesht veç hidhonin lojë edhe çka është më e rëndësishme, apo mos harroj me përmend edhe këtë, është që kënaquni gjatë rrugtimit. Se zakonisht kur e mojmë një objektiv,
E shohim veç atje ku dojmë me shku, po. E harrojmë këto pjesë tjera, se dhe këto janë pjesë bukura, pavarësisht vështirësive. Po shijojeni udhimin, është shumë e rëndësishme, domethënë ajo të krijon shumë plotësi si person. Ma kujtohet një kushëri temin, që e kom dash shumë, tash nuk është ai ka dash bicikletën shumë. Edhe neve na kritikoj ke gjithmonë dhe ke jo kur të hypni ose në kerr ose me bicikël, të ke copa boni për me mrit, të ke te ai veni ku doni me shku. E shumë gjona të bukura gjatë asaj rruge nuk i shijoni natyrës, ambientit, ato. Çat rrugtim, që po thotë do të më shiu, qoft punë, çka do të qoft, do të me përjetu edhe qatë rrugë. Këto s'm kujtohet që e kom përmend dikun Farosh, unë kam qenë lojtare aktive sportiste e tenisit. Edhe tenisi është prej sporteve më të vështira në botë. E shohim edhe lojnë do thot kur i shohim përmes televizionit. Tenisi për shembull e ka një të mirë që çdo top kur ta servon ti e shijon. Edhe kur se dim kur është fillimi edhe kur është fundi. Po vetë topi që ato 3 pikë që ti i merr për me fitu gemin, është interesante, ty t'jep adrenalin. Qështu është edhe rrugtimi profesional, privat, personal, qështë do të qoftë. Unë e ping-pong kom luajt, që tenis dvogël kom luajt. Tenis dvogël, e njëjta, serva e njëjta është. Prandaj do të me shiu çdo serv. Kurse dina a kime fitu, a kime hu, po që ajo serva ta jep servisimi topi, ta jep një farë kënaqësie të llojit vet. Cili kon një nga sfidat më të mëdha tua? E kam fjalën se jeta ka lloj-lloj sfida, po në karrierën e punës tonë përgjithësi, një pjesë sfidave dhe çysh e kite i kaluat. Ti the në fillim që i kanë edhe pjesë e negociatave. Po, çajo mu dogni diçka kogja e vështirë, edhe e frikshme pjesë e negociatave për ceftan e përmene, apo edhe marrëveshjen stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian, po. Cili u kanë rolet aty edhe so ka qenë e vështirë, se dola prej pyetjes, tash më shtinë këto. Okej. Se mu do piket se shka e bisedu, që kjo ka mujtë me qenë diçka ma sfiduese për ty, ja? Po, tash kur jemi një moshë tre edhe një farforme, është kjo veç me ilustru të kapin kështu dhe të gjujna. Dhe thojnë, okej, tash ti gjendo. Si nuj që të nota, kur s'di me notuar. Gjendo, a ki gomë për me të shpëtu ajo, gjendo tash në këtë punë. Kështu është edhe negociata. Edhe unë kam qenë relativisht në moshë tre kur kam fillu me qenë pjesë e delegacioneve. Pjesa me e vështirë është cefta, pa dyshim, sepse mentaliteti ballkanik është me i vështirë, në kuptimin e ngarkesave emocionale që kemi vendet mes veti, sidomos Serbia, Bosna, po këtë rast Serbia. Edhe sa herë që kemi diskutu për marrëveshje të ndryshme, protokolle të ndryshme brenda ceftës, do thot gjithmonë ka qenë ajo përveç ngarkesës profesionale që ti ke pas më përgatit me udhëzime të ndryshme, me pika të ndryshme që qofti ka dhënë Ministria e Tregtisë, qofti ka dhënë Ministria e Punëve të Jashtme në kuptimin e diplomacisë, ti ke pas situata të papritura, do thot nuk e ke ditë asnjëherë çka të pret deri në fund të takimit me palën serbe, sepse provokimet gjithmonë kanë qenë prezente, kanë qenë pandalshme, kanë qenë kreative, çdo herë do thot kanë ndryshuar stilin e provokimit ndaj delegacioneve të Kosovës. Prandaj kjo pjesë është pjesa më sfiduese e imja, po është edhe pjesa... Të e pos parasysh përgjithësinë në ndonjë vendimi? Përgjithësinë, sepse ti është dashtë me u matë mirë se çka po fol, si për negocion, çka kime nxjerr një farforme prej atij negocimit, cili ka me qenë rezultati final, ai plotson pritjet që i ka pas ministria, qeveria në tërësi, sepse ne kemi pas shumë punë edhe me zyrën e kryeministrit, kështu që një farforme për atë moshë, tonat barë, tonat peshë, do thot për mu nuk ka qenë as pak e lehtë, po mu është edhe ajo që më ka rrit, një farforme edhe si profesioniste, po edhe si person. Cili u kon roli kryesor këtu? Ti çfarë roli ke pasur këtu? Se jeni kon ekip aty me siguri. Po, unë shpesh i kam mund heq pjesën kryesore negociatave, sepse kam qenë edhe pikë kontakti, do thot përfaqësuesja kryesore e Kosovës në marrëveshjen e ceftës, edhe shumica e gjërave do thot syt kanë qenë ka unë se çka do të them ose çfarë sinjali do t'ja japi pjesës tjetër të delegacionit, kështu që ka qenë përgjegjësi përveç që me menaxhu veten si person për nga ana emocionale dhe nga ana profesionale, gjithashtu me qenë shumë
e kujdesshme në menaxhimin e kolegëve që I kisha me vete në delegacion. Edhe nuk është vështirë më menaxhu një person, një njeri, edhe kështu që ka qenë një farforme... Çka prodhoi marrëveshja e CIFTA-s? Po, ajo një farforme, po, aty kanë qenë 3 protokolle, protokolli për lehtësim të tregtisë, që u lehtësojshin shumë procedura doganore, procedurat për agjencitë e ushqimit, pastaj ka qenë një protokoll tjetër për lehtësimin e tregtisë në shërbime, që u mundsoi ke lehtësira operatorëve të ofruesve shërbimeve IT-s, auditim, po, gjithçka se lexoj shantërin gjysmënatës, kështu që mu përgatit mirë mos më shku aty çysh do. Gjithashtu ka qenë edhe një protokoll tjetër për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve tregtare që ka qenë shumë I ndihshme, për shkak që ke mujt me prit komente të ndryshme provokuese prej palës sërbe, qoftë në tavolinë, qoftë mes emaillit, kështu që është një provë. Cili vit u nënshkruajë? Këto janë bu në vitin 2018, do thotë që 8 vite, po. 8 vite. Kur e ka pasur kryesimin Kosova me marrëveshjen e CIFTA-s. Shumë mirë, interesante me një background shumë t'larmishëm, edhe deri te tashmë eksperienca jote veç po kapitalizohet të ndihmu industrinë e ndërtimit parafabrikuar, një ndërtim I qëndrueshëm, një ndërtim me perspektivë, që me të vërtet vendit toni duhet. Para to edhe na sot jemi këtu si këshilli ndërtimit gjelbër, mi promovu praktikisht këto praktikat e një ndërtimit ma të qëndrueshëm, praktikat e një ndërtimi I cili është në koherencë ose me direktivat e BE-s. Dhe për një me është një kënaqësi që ne kemi një bashkëpunim kështu me ty edhe në eventet tona, zakonisht I vjen ose si folse, ose qoftë në panel. Tash e kemi edhe eventin e radhës më 15 maj që kemi me majt bashkë me Fakultetin e Inxhinierisë Ndërtimit. Edhe aty do ta keni një rol, kështu që na si Këshilli I Ndërtimit Gjelbër jemi me të vërtet shumë të kënaqur që kemi një bashkëpunim me ty. Edhe përvojat e tua që sot pak disa prej tyre I shpalose kanë më konë shumë helpful për neve, shumë ndihmëse për Këshillin e Ndërtimit Gjelbër, kështu që kemi diskutuar edhe për marrëveshjet bashkëpunimit mes juve si klaster dhe Këshilli I Ndërtimit Gjelbër. Besoj që kena shumë sene përpara, trajnimet e reja po na presin. Besojmë që edhe IBRD-ja po na mbështet për këto trajnimet për ESG certifikata, circularity, DGNB konsultant e tjera. Kështu që është me të vërtet kënaqësi. Diçka kishe me thonë që na ka ka shumë sene, po brenda kësaj bisede që diskutu brenda këtyre temave kishe me thonë diçka ose po të pyes ma direkt rreth Këshillit Ndërtimit Gjelbër deri më tani, për shembull, çfarë përshtypje ke, çka po duket, çka jena tu bona si Këshilli Ndërtimit Gjelbër. Se na brenda vetvetes nuk I shumë mjaft më shumë vetveten. Po, ju nga jashtë si po mundi me Këshillin e Ndërtimit Gjelbër, sepse edhe ky podcast është për mi promovu vetëdijsim përgjithësi ndërtimin e Gjelbër edhe të qëndrueshëm. Po lireshmi me thonë që I keni jep një freski këtij ekosistemi ton, dhe I keni jep pak një frym më ndryshe, më inovative, edhe një farforme keni hy shpejt edhe fuqishëm në treg. Edhe më vjen mirë që e kemi një bashkëpunim kaq shëndosh edhe mbi gjitha shumë mitësor, sepse shpesh them që njët luajnë rol shumë këto raportet shoqërore mbi ato zyrtare. Kështu që ndoshta edhe për këtë arsye edhe është shumë I natyrshëm ky bashkëpunim që vjen, edhe biseda e gjithçka po. Prandaj veç ju përgëzoj edhe unë jam shumë I sigurt që kemi me vazhdu ende, kemi projekte të mira të përbashkëta në vazhdimsi. Kështu që ju uroj suksese në vazhdimsi. Na nuk I kemi dallim shumë njëri me tjetrin si shoqata një vet. Po, kështu që dy shoqatat jemi fëmijë të urrit në treg. E vërtet, jemi të urrit. Kështu që një farforme po rritemi bashkë. Po, e vërtet. Kesh të këshyr këtë një email e pata, Helvetas na kanë dërguar, kanë bërë një pyetësor për bashkëpunëtorët tonë, eventet tona, edhe s'po mu I krejt me komi plasu këto, po qatë shumë janë të kënaqur me të arriturat e KGBC-s,
kanë marrë rezultate, feedback të jashtëzakonshëm prej momentit kur ne kemi fillu, edhe po thonë që ju, edhe për mu direkt, edhe KGBC-n, jeni një shembull shumë i veçantë në rajon me të arriturat që i keni bë, sepse pyetësorët që i kanë bë përmes online, kanë marrë feedback, rezultate të jashtëzakonshme, edhe për këto për ne jemi shumë të lumtur dhe për na motivojnë më tepër me punu bashkërisht. Edhe fjalët e tua, faleminderit shumë. Shumë Kjo veç fillimi, besoj që edhe kompanitë që janë antare edhe te ju, edhe te na, kemi pas një moment kur kemi mi taku bashkarisht me këmbynjën, me tjetrën, me bashkëpunu, pse jo. Dhe në këtë formë, kur kush vetë s'mundet me bo, kush do që mund me kontribu, dyrt janë hapur këtu në Këshillin e Ndërtimit Gjelbër, po ashtu edhe te klasteri juaj. Dhe kena shumë punë për me bo, për me pru Kosovën në një gjendje më të mirë. Po na pe bojmë ato që ka mujna, që na takon, dhe pjesën tjetër po presmi edhe natyrisht edhe prej shtetit me mbështet dhe me shty këto politika. Për fond, që kemi na thonë sytrime, a ki naj diçka që se kemi thonë, para se me përmbyll këtë podcast. Jo, po besoj që gjitha i trajtum, po ndoshta veç si një thirrje, po si mesazh që me mendu ma shumë për ndërtimin e Gjelbër, me mendu ma shumë për jetesën tonë, se një farë forme ndërtimin na nuk e bojmë vetëm sot për sot, dhe ndërtimin ne e bojmë për gjenerata dhe brezat e ardhshëm, siç ne i kemi trashëgu këto ndërtime, pra një farë forme ta mendojmë jetesën tonë se si do duket ose jetesa e gjeneratave të ardhshme si do duket në vitet e mëavonshme. Kështu që unë e thash gati në fillim që ndërtimi krijon ndjesi, edhe ndërtimi sa më i mirë tjetë, sa më i bukur vizualisht, do thotë jep edhe një ndjesi të jetesës së mirë, po edhe jep një ndjesi pozitive te personi ose te banori që do ta banoj atë ndërtesë, ose çfarë do të shohë të rezidenciale, publike, private, pra një forme të mendohet në këtë aspekt që të jemi më aktiv edhe të mos mbesim shumë mrapa me vendet e tjera çka janë duke bo. Me qenë se ne një të ardhme synojmë të jemi pjesë e familjes evropiane edhe të sillemi një farë forme ashtu me jetesën tonë, po edhe me ambientin që na rrethon. Faleminderit shumë, sytrime, ish kënaqësi edhe për mua, për me kena bo mohabet, sikur më kanë më një kështu vend të pi kafe dhe bisede, kafet na mungun, po ujë kena pas. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë për kohën, na presin shumë punë bashkarisht. Uroj që edhe juve shumë suksese ty në karrierën personale, por edhe me klasterin e ndërtimit parafabrikuara, me gjithë ato kompani që i përfaqësonin. Faleminderit edhe juve, sukseset përbashkëta. Të nderuar miq, patëm rastin me Sytrime Dervishollin, miken e Këshillit Ndërtimit Gjelbër, të zhvillojmë tema të ndryshme që besoj sadopak kanë me qenë frydhënëse dhe kanë me qenë tema me interes për juve. Faleminderit deri në podcastin tonë të ardhshëm. Bane subscribe, shpërndani sa më shumë në mënyrë që kjo bisedë të kontriboj sidomos te gjinia femnore në këtë rast, por edhe në përgjithësi për ndërtimin e qëndrueshëm dhe ndërtimin e Gjelbër. Faleminderit shumë.